A e keni vrarë mendjen ndonjëherë pse njerëz kaq të zgjuar, lider që i admirojmë, marrin ndonjëherë vendime që duken thjesht katastrofike, e po nuk bëhet fjalë thjesht për paaftësi. Ka diçka shumë më të thellë që fshihet në vetë mënyrën se si merren vendimet. Le të zbulojmë bashk se çfarë i shtyn këta lider drejt dështimeve kaq spektakolare. Le t'i hedhim një sy historisë. Viti 1961, presidenti John F. Kennedy, i rrethuar nga këshilltarët më të mirë dhe më të zgjuar, miraton një pushtim të dështuar të Kubës. Ishte një dështim kolosal, dhe pyetja që mbetet edhe sot është: pse? Ose kalojmë në botën e biznesit. Në 1985-ën, Coca-Cola bën diçka të paimagjinueshme. Ndryshon formulën e saj të famshme. Rezultati? Një reagim publik kaq i furishëm saqë kompania u detyrua të kthehej me nxitim te formula origjinale. Një vendim i llogaritur krejtësisht gabim në shkallë globale. Dhe pastaj vjen një rast që është thjesht tragjik. Pavarësisht paralajmërimeve të qarta, të përsëritura nga inxhinierët për probleme teknike në temperaturat ftohta, NASA i dha dritë një shile lëshimit anijes kozmike Challenger. Rezultati ishte katastrofik. Pra çfarë i lidh të gjitha këto histori? Nuk po flasim për lider pa përvojë apo pa informacion. Përkundrazi, po flasim për njerëz brillant në kulmin e fuqisë së tyre, që dështuan në momente absolutisht kritike. Çfarë po ndodh këtu në të vërtetë? Reagimi i parë, ai instinktiv, është të themi po si kam mundësi që ishin kaq budallënj. Ne pyesim veten si nuk e pan atë që ishte kaq i qartë. Ky është shpjegimi më i lehtë, por siç do ta shohim, është edhe më mashtruesi. Sepse pikërisht ky gjykim i shpejt na çon drejt në një kurth psikologjik. Problemi nuk është domosdoshmërisht tek inteligjenca e tyre, por tek mënyra se si ne i gjykojmë dështimet, sepse, le ta pranojmë, përdorim një standard për të tjerët dhe një kret tjetër për veten tonë. Hidhini një sy këtij kontrasti. Kur të tjerë dështojnë, ne ja vëmë fajin karakterit tyre, ishin arrogant, naiv, nuk e menduan mirë. Faji është i tyre. Por kur dështojmë me, atëherë historia ndryshon komplet. Faji është i rrethanave, i fatit keq, i faktorëve që nuk i kishim nën kontroll. E shikoni diferencën? Po, psikologët kanë një emër për këtë, quhet gabimi themelor i atribuimit. Në thelb, është një paragjykim mendor që na bën të përdorim standarde të dyfishta. Kështu që liderët që morën ato vendimet këqija nuk ishin thjesht budallënj. Ata ishin njerëz si të gjithë ne, të kapur në rrjetën e proceseve vërtet komplekse. Mirë. Atëherë, si ta kuptojmë rrënjën e problemit? Duhet të fillojmë duke hedhur poshtë disa ide të gabuara që i kemi të gjithë. Le të zbërthejmë 5 mitet më të mëdha rreth mënyrës se si merren vendimet. Miti numër 1. Lideri vendos i vetëm. Të gjithë kemi parasysh atë skenën filmike, apo jo? Shef i madh, i vetmuar në zyrën e tij gjigante, që merr vendimin final që vulos fatin e të gjithëve. Por, sa e vërtetë është kjo? Realiteti është shumë më kaotik dhe, sinqerisht, shumë më interesant. Vendimet e mëdha nuk janë kurrë vepër e një personi vetëm. Ato janë më shumë si një mozaik i përbërë nga qindra veprime të vogla, shpesh edhe kundërshtuese, nga njerëz në çdo nivel të organizatës, secili me agjendën dhe perspektivën e vet. Miti numër 2. Vendimet e mëdha merren në mbledhje. Përsëri, e kemi atë imazhin klasik në kokë, një tryezë gjatë, njerëz me kostume serioze që debatojnë, dhe në fund merret vendimi. E vërteta është se mbledhja formale është shpesh thjesht teatri. Puna e vërtet, bindja, negociatat, ndërtimi i aleancave, e gjitha kjo ndodh pas kuinteve, në korridore, gjatë kafes, në biseda private. Deri në momentin që çështja arrin në tryezën e madhe, shpesh loja ka mbaruar. Miti numër 3. Vendimet janë një proces i pastër intelektual. Ideja është kjo: mbledh faktet, analizon shifrat dhe zgjedh opsionin më logjik. Duket kaq e thjeshtë dhe racionale, apo jo? Ky mit injoron faktorin më të rëndësishëm, njerëzit. Dhe ne njerëzit nuk jemi robot. Na ndikon presioni i grupit, emocionet si frika apo optimizmi i tepruar dhe sigurisht lojrat e pushtetit dhe politika e zyrës. Këto nuk janë thjesht shpërqendrime, ato janë pjesë thelbësore e procesit. Vazhdojmë me mitin e 4. Menaxherët analizojnë, pastaj vendosin. Ky është modeli që na mësojnë në shkollë: hapi i parë, hapi i dytë, hapi i tretë. Një proces i rregullt dhe linear, por bota reale rrallëherë funksionon kështu. Në realitet, shumë shpesh gjithçka ndodh mbrapsht. Një lider mund të ketë një intuit të fortë, një ndjesi se cili është drejtimi i duhur.
Analiza vjen më pas, por jo për të gjetur përgjigjen, por për të justifikuar atë përgjigje që tashmë është zgjedhur. Shembulli perfekt është Lee Iacocca dhe Ford Mustang. Ai nuk priti studimet e tregut për të marrë një vendim. Ai tashmë e dinte se donte ta ndërtonte atë makinë. Analiza i shërbeu si një armë politike, një mjet për të bindur shefat e tij skeptik, jo si një kërkim për të vërtetën. Dhe ja ku arritëm te miti i fundit, i pesti. Menaxherët vendosin dhe pastaj veprojnë. Ideja është që vendimi është një pikë fikse, një moment final. Bëm, u mor vendimi. Tani fillon zbatimi. Por a është vërtet kaq e prerë kjo ndarje? Në fakt, vendimarrja dhe veprimi janë të ndërthurura, si një valle. Shpesh bëjmë një hap të vogël, një veprim provë, shohim se çfarë ndodh, mësojmë diçka të re dhe pastaj përshtatim vendimin ton të ardhshëm. Nuk është një linjë drejt nga vendimi te veprimi, është një spirale e vazhdueshme e të dyjave. Mirë, i hodhëm poshtë këto mite. Po tani vim tek ideja qendrore, ndryshimi më i madh në këndvështrim. Duhet të heqim dorë nga ideja se një vendim është një moment i vetëm, një shkrepje fotografie në kohë. Dhe ja ku është thelbi i gjithçkaje. Një vendim nuk është një ngjarje, është një proces. Liderët nuk dështojnë sepse zgjedhin përgjigjen e gabuar. Ata dështojnë sepse menaxhojnë keq procesin e gjatë, kompleks dhe social që në fund të ditës prodhon atë përgjigje. Kjo na sjell tek një ndryshim themelor në mendësi. Në vend që të hidhemi menjëherë te pyetja çfarë vendimi duhet të marr, duhet të bëjmë një hap prapa. Pyetja e parë duhet të jetë si duhet ta marrim këtë vendim? Cili është procesi i duhur? Kush duhet të përfshihet? Si do të menaxhojmë debatin dhe mos pajtimet? Në fund, e gjithë kjo analizë përmbledhet në një pyetje të vetme, një pyetje thelbësore që duhet na udhëheq përpara çdo sfide të madhe. Kështu që, herën tjetër që do të përballeni me një vendim vërtet të madh, ndaloni për një moment. Mos u turni për gjetur një përgjigje. Në vend të kësaj, projektoni një proces, sepse përgjigjet e mira nuk gjenden rastësisht, ato ndërtohen, dhe cilësia e vendimit do të varet gjithmonë nga cilësia e procesit.